Përshëndetje dhe mirë se erdhe në këtë meditim për chakrat. Një mënyrë e butë për të mbyllur ditën tënde. Një shans për të çlodhur dhe për të rreshtuar trupin, mendjen dhe shpirtin tënd. Le të fillojmë praktikën tonë shtrirë në një vend ku ndihesh rehat për t'ju zënë gjumin e heshtje. Lejoje mendjen tënde të ngadalsohet për një gjumë të thellë dhe çlodhës. Merr një frymarrje të thellë dhe ndije se si ajo rrjedh në gjoksin tënd të hapur natyrshëm dhe lehtësisht. Tani do të ndërmarrim një udhëtim që do të jetë po aq natyral dhe pa mundim sa frymarrja jote. Lejoje veten për një moment thjesht të shijosh ndjenjen e qetësisë. Dhe kur të jesh gati, mbylli sytë. Me sy mbyllur, ti je në gjendje të ndjesh intuitivisht tensionin si në trup, ashtu edhe në shpirtin tënd. Megjithse kjo mund të jetë shqetësuese në fillim, dije se aftësia jote për të ndier këto shqetësime sjell me vete edhe fuqinë për t'i çliruar ato. Tani ke mundësinë të çlirosh çdo tension fizik, duke lënë hapësirë për të liruar stresin mendor ose emocional që mban me vete. Me këtë në mendje, merr një frymë të thellë, duke ftuar rritjen dhe shërimin. Dhe kur të jesh gati, nxjerrë frymën duke lënë të shkojë çdo shqetësim, zemrim ose pakënaqësi që ndoshta mban brenda vetes. Përsëriti këtë proces, duke e lënë veten të rrëshqasësh në një ndjesi gjithnjë e më të thellë relaksimi.
Gjatë këtij meditimi, ne do të zhytemi në një relaksim të thellë, ndërsa vetdia jote zhvendoset nga mendimet drejt shërimit. Ti ke një fuqi madhështore, një aftësi të jashtëzakonshme për të shëruar veten vetëm me imagjinatën tënde. Gjatë këtij inqizimi, ti do të hasësh 7 çakrat ose qendrat e energjisë në trupin tënd. Do të kuptosh se cilat pjesë të jetës tënde mund të kenë nevojë për pak shërim energjetik. Dhe do t'i japësh shpirtit tënd saktësisht atë që i nevojitet. Dhe mshuri, butësi dhe aftësinë për të shndruar në diçka më të bukur se sa mund ta imagjinosh. Kështu që për momentin, relaksohu pak më shumë. Ndje çdo pjesë të trupit tënd, nga koka deri te gishtat e këmbëve. Ndërsa vren tensionin, lejoje atë të shpërbëhet, duke u zhytur në një gjendje qetësie të lumtur. Ndje frymëmarrjen tënde dhe relaksohu. Ndërsa relaksohesh më shumë, vëmendja jote zhvendoset te një dritë e kuqe në bazën e bishtit të shtyllës kurrizore. Kjo është çakra e rënjës, lidhja jote me tokën dhe trupin tënd fizik. Ajo të tokëzon dhe vjel energjinë tënde në një nivel shumë intuitiv. Kjo çakër është ndjenja jote e mbijetesës. Aja mban vullnetin tënd për të jetuar. Si e tillë, frika ose trauma në këtë zonë mund të manifestohet përmes mos balancit fizik ose mendor, frikës ose mos besimit ndaj të tjerëve. Në gjendjen e saj më të mirë, kjo qendër energjie të lejon të rilidhesh me urtësinë dhe historitë e paraardhësve të tu.
Nëse dëshiron të rritësh guximin dhe shkatësinë tënde, imagjinoja këtë dritë të kuqe, duke u bërë më e fortë dhe më e vendosur me çdo frymarrje. Ndjeje forcën dhe toksimin tënd duke u rritur. Edhe kur trupi yt zhytet në një ndjesi më të thellë qetësie. Frymarrja dhe vëmendja jote fillojnë të ngriten lart në shtyllën kurrizore për të pushuar pak mbi legen. Kjo është çakra sakrale, e përfaqësuar nga një dritë portokalli. Rikëtu një moment për të ndjerë energjinë e kësaj çakre. A është drita portokalli me ngjyrë të shkëlqyeshme? Apo lëshon vetëm një shkëlqim të zbet? Çfarë do që të ndjesh? Lejoja frymarrjen tënde të rrjedhë lirisht dhe pa gjykim, ndërsa ndjen urtësinë e kësaj çakre. Kjo qendër energjie, çakra e dytë, është qendra jote për emocionet, kënaqësinë, ushqimin dhe krijimin. Çfarë do që nënkupton kjo për ty? Dëshira jonë për ngrohtësi dhe ushqim banon këtu. Ashtu si dhe dëshira për të krijuar gjëra që ndajnë dhuntitë dhe talentet tona me botën. Mungesa ose teprica e ndonjë prej këtyre gjërave mund të rezultojë në një mosbalancë ose ndjenjë shqetësimi në këto fusha. Ndërsa dëgjon urtësinë e trupit tënd, ndje frymarrjen tënde duke ndezur zjarrin e çakrës së dytë. Duke rikthyer energjinë dhe vitalitetin tënd. Ndërsa relaksohesh më shumë, vëzhgo mendjen tënde duke u zhvendosur butësisht te çakra jote e tretë. Qendra e energjisë që pulson me dritë të verdhë. E përqendruar në pjesën e sipërme të barkut, pak poshtë brinjëve.
Kjo çakër është shtëpia e vullnetit tënd dhe ndjenjës së përkatësisë. Ndërsa vren mënyrën se si duket dhe ndihet. Pyete veten nëse ke ndier ndonjë shqetësim në këtë zonë, qoftë fizikisht apo emocionalisht. A ke zakone apo rutina që dëshiron t'u japësh fund? Apo t'i zhvillosh më tej? Ndoshta me çdo frymëre që merr, kjo dritë e artë rritet gjithnjë e më shumë. Teksa drita shkëlqen, ti mund të ndjesh ndjenjën e vetvetes dhe vullnetin tënd personal, duke u kthyer në balancë. Duke u rritur në forcë ose duke u zbutur në intensitet, ndërsa merr frymë dhe bëhesh edhe më i qetë. Trupi yt zhytet më thellë në shtratë. I përfshirë në një oqean relaksimi. Vetdia jote e qetë dhe e lirshme kthen vëmendjen te çakra e katërt. E ndriçuar nga një dritë e gjelbër që pushon në zemrën tënde. Kjo qendër energjie, si simbol antik i zemrës, përfaqëson dashurinë dhe ndjeshmërinë për veten dhe të tjerët. Në gjendjen e saj më të pastër, kjo dashuri është e pakushtëzuar, e pakursyer dhe e mbushur me gëzim. Dashuria është pjesë e çdo gjëje, nga mënyra se si porosit një kafe në një restorant deri te mënyra se si i flet vetes tënde. Për shumë njerëz, dashuria është një subjekt i ngarkuar me zemrim, dhimbje dhe mosbesim. Ndërsa merr frymë, lejoje mendjen tënde të shkëputet nga marrëdhëniet, përvojat dhe besimet e kaluara, që mund të kufizojnë aftësinë tënde për të dashur veten dhe të tjerët.
Ndërsa bën këtë, ndje zemrën tënde të bëhet më e ngrohtë dhe këtë dritë të gjelbër të bëhet më e ndritshme dhe më e pastër. Tani, ngrite vëmendjen tënde pak më lart, duke u ndalur në fytyn tënd. Vëre dritën e kaltër të ndritshme që buron nga kjo pjesë e vetdijes shpirtërore. Kjo qendër energjie drejton thënien e të vërtetave tona. Ndarjen e krijimtarisë dhe ideve tona. Dhe moderimin e ekuilibrit midis të folurit dhe dëgjimit. Ndërsa merr frymë pak më thellë, duke ndjerë tensionin e muskujve duke u shpërbërë. Pyete veten nëse kjo dritë e kaltër është aq e gjallë sa do të dëshironit. A ke thënë diçka për të cilën mendohesh? A balancon të folurin me dëgjimin? Krijimtarinë tënde me pushimin. Nëse jo, buzëqeshini butësisht vetes dhe fale veten. Madje, edhe kur lejon fokusin tënd të forcoj këtë zonë, për të përfaqësuar më mirë inteligjencën tënde shpirtërore dhe urtësinë madhështore. Dhe ndërsa kjo dritë rritet duke u bërë më e ndritshme, më pastër, ndje trupin tënd të zhytet pak më thellë në shtrat. Mbi këtë dritë të kaltër të ndritshme është shkëlqimi mbretëror i çakrës tënde të gjashtë. Ajo e syrit të tretë.
Ajo ndodhet pikërisht midis vetullave dhe qeveris aftësinë tënde për të parë dhe kuptuar. Të parit në këtë kontekst nuk nënkupton vetëm aktin fizik të shikimit, të asaj që është rreth teje. Përkundrazi, të lejon të perceptosh kuptimin e asaj që vëzhgon. Lejoje vetëm të reflektosh nëse ke humbur qartësinë. Nëse e gjen veten të anuar në një anë ose në tjetrën, thjesht lejoje frymëmarrjen tënde të drejtoj trupin dhe shpirtin tënd, ndërsa ndjen veten tënde intuitive të rritet në besim dhe qartësi. Merr frymë dhe ndje këtë qendër energjie midis syve të tu. Vini re ndjesitë që vihin me të, në mënyrë që të kuptosh kur syri i tretë fillon të komunikojë përmes pranisë tënde fizike. Dhe tani, vedia jote arrin çakrën tënde të 7, çakrën e kurorës, e cila nuk zë hapësirë fizike në trupin tënd. Por në vend të kësaj, qëndron mbi kokën tënde si një aur. Disa njerëz e perceptojnë këtë qendër energjie si një ngjyrë vjollës mbretërore. Ndërsa të tjerët e shohin atë si të bardhë, të shkëlqyeshme. Kombinimi i të gjitha ngjyrave të dritës. Çfarëdo që të shohësh këtu, lejoje vetdijen tënde të meditoj mbi frazën unë e di. Sepse kjo është mantra që udhëheq këtë çakër. Mërzitja, depresioni dhe ngatrimi mund të rezultojë kur ka mos balancë në këtë zonë. Sepse është çakra e kurorës ajo që na ndihmon të fokusohemi. Jo të vetja si individ, por të vetja si pjesë e një të tëre më të madhe. Pra, merr frymë duke mirë pritur unitetin që vjen nga të qeni pjesë e diçkaje më të madhe.
dhe ndje qenjen tënde fizike të kënaqet me bashkimin e mendjes, trupit dhe shpirtit. Merr frymë thellë dhe relaksohu. Dhe tani, jepi vetes një moment për të kuptuar se si ndihet drejtimi i energjisë në trupin tënd. Ndjeje ylberin e dritës që fillon nga bishti i shtyllës korrizore dhe ngjitet deri në fund të saj, duke ndriçuar trupin tënd dhe dhomën rreth teje me një dritë dridhëse. Ndjeje forcën dhe besimin që vjen nga të qenit plotësisht i rreshtuar. Trupi, mendja dhe shpirti duke punuar së bashku në harmoni të përsosur. Ndjeje këtë dhe merr frymë thellë. Jepi vetes lejen për t'u çlodhur për disa qaste, plotësisht dhe tërësisht, duke ju dorëzuar kësaj ndjesie të relaksimit të thellë. Në këtë moment, ti je në harmoni me fuqinë e jashtëzakonshme të vetvetes. Ndërsa pjesës së folur të këtij meditimi po i afrohet fundi, përqendroje vëmendjen tënde në mënyrën se si ndihet trupi yt. Shijo ndjesitë e harmonisë dhe paqes. Ndërsa ndjen mendjen tënde duke rrëshqitur drejt gjumit. Merr frymë thellë dhe dije se je plotësuar. Namaste.